Eno, para se të vite ty, do lidhem dhe me Lediana Braçen, kolegen tjetër gazetare të Euronews, e cila duhet jetë njësoj si Matilda, por në një kënd tjetër të Tiranës, që të na përcjelli dhe ajo pak atmosferën atje. Mirëmbrëma Lediana, ku ndodhesh? Duket ke shkuar te stadiumi, te Air Albania. Ela të përshëndes. Po. Në fakt do zhvendosem për pak minuta edhe tek stadiumi. Unë aktualisht jam tek zona e piramidës, në një prej po themi fan zonave ose në një prej lokaleve ku tifozët janë mbledhur për të shijuar dhe për të ndjekur ndeshjen. Jemi në minutat e para të ndeshjes dhe në fakt të gjithë tifozët të cilët kanë ardhur këtu në këtë fan zonë po themi janë të emocionuar dhe sy e vesh për të parë se si do të shkojë ndeshja. Dua në fakt i marrë dhe disa komente dhe emocione të tifozëve të cilët janë duke ndjekur ndeshjen. Si jeni? Doja një koment, një përshtypje nga ju se sa do dalë rezultati sot. Çfarë pritshmërish ka? Do jetë një diferencë ngushtë, 1-0, mendoj. Shpresoj për ne, nëse futet Mehmeti ose Muçi, njëri nga këta do bëj gol. Pra thua që ne dalim fitues. Do fitojmë, skuadra jon do jetë përqendruar kryesisht mbrojtje mendimi im, pra me skemën që është zgjedhur pavarësisht se janë alternativat për të qenë mosulmuese skuadra, mendoj se po i bëri ndrimet në kohën e dur Silvinio që do jetë ose Muçi ose Mehmeti ai që do japin zgjidhje përfundimtare sa ndeshje. Muçin dhe Mehmeti. Nga keni ardhur nga cili qytet apo jeni këtu nga Tirana? Jo, këtu jam nga Tropoja. Ke ardhur pikërisht për ndeshjen apo jo? Jo, jetoj këtu. Në fakt atmosfera sot si po duket e tifozëve? Atmosfera është shumë e nxehtë. Ka tifozlik gjithandej, duket edhe rrugëve të Tiranës. Dhe mjetët edhe njerëzit po ashtu domethënë janë të entuziazmuar, po i ka kapur euforia pa mbaruar asgjë akoma. Je emocionuar? Natyrisht si çdo tjetër që është tifoz i kombëtarës, i cili ka për zemër atë edhe i ndjek me kuriozitet ndeshjet. Normalisht e ndjen me zemër, me shpirt gjithçka. Falenderoj shumë për komentin edhe Lediana, fitore. Ndërkaq Kosova sapo e ka psuar një gol. Jo, Kosova sapo e pas ka psuar një gol për fat të keq në këto momente. Po mund t'i pyesësh edhe për Kosovën, po ndiqet dhe Kosova aty apo vetëm Shqipërinë po shohin? Okej, s'ka gjë, pyeti Lediana, vetëm për pritshmërinë. Në fillim një koment për ndeshjen, sa do dalë rezultati? Do fitojmë. Jemi gjithë që vesh duke parë për rezultatin se moment mund të shënojmë. 0-2 do fitojmë. Kush e shënon golin? Gola do t'i bëj Uzuni të dy. Nga ke ardhur për ta parë ndeshjen? Nga Berati. Nga Berati? Po. Ke ardhur pikërisht për të parë ndeshjen këtu në Tiranë? Po, pikërisht te shokët. Ke ardhur me shokët? Po, tek shokët. Po shokët çfarë mendimi kanë? Në fakt Kosova. Edhe një gol Kosova ka për ta kthyer. Po, Kosova në fakt Kthej pjesë dytë për sot përgjithën 3-1. tani ju jeni me një sy nga Kosova, me një sy nga Shqipëria. Po. Mbështetje vëllezërve tanë kosovar. Jeni të emocion? Sigurisht, bashkë me këtë aksionin që ndodhi tani shumë të emocionuar. Nga kush pret që të bëhet një gol? Hoxha. Ai mendon se Është shumë teknik edhe ka shumë gjyte të fuqishme. nga ke ardhur për ta parë? Nga Librazh. Po. Po shokët çfarë mendimi kanë? Sa do fitojmë sot? 2-0 për Shqipërinë. Do pihet Arber Hoxha. 2 gola për Hoxha pa. Hoxha. Faleminderit. Ndërkohë Irla, marrim edhe disa komente, emocione nga tifozët të cilët janë. Mund të gjesh dhe ndonjë vajzë apo vetëm çuna janë aty? Vetëm çuna janë. Do m'japësh një. Vetëm djem. Çfarë do dish? Patjetër. Jo, kemi edhe vajza, po Vajzat janë më të ndrojtura, nuk flasin shumë. Çfarë rezultati pret nga ndeshja sot? 2-1 për Shqipërinë. Kush mund të shënojë golin?
Aj, si akom i dem fare. Ora, Rregulli i sportit? jo, s'është e ndjek rregullisht, po kur lu Shqipëria, jena qik zjarë. Jeni zjarë, po kë ke lojtar preferuar? Një Aslani nuk e di është loj, po besoj që mund ta bëj gol. Edhe hyse. Dhe lajmë nga çifte tonë. Se djega shnuar. 2-1 për Shqipërinë. Je emocionuar në pak apo jo? Normal. Tani do gjej një vajzë për të marrë Po pra, edhe një tifoze koment vajzë, na duhet një tifoze për vajzë. ndeshjen. Po afrojmë pak këtu më afër. Vajza, jeni shumë të bukura, po një rezultat e dua se sa do dalin ndeshja sot. Jeni hyje. Shpresoj të fitojmë, 1-0 është mjaftueshme, vetëm fitoria ka rëndësi. Ju në fakt e keni zbukuruar krejt të fan zonës sot këtu. Faleminderit. Edhe dua edhe një koment nga vajza. Shpresoj me fitore sot, 2-1 mendoj, po inshallah fitore. Duhet t'i tregoj pak që edhe vajzat janë tifozë të zjarrta kombëtare. Si jeni ju? Po, shpresim gjithmonë. Tani dua të di dhe kë keni lojtar të preferuar. Janë shumë. Shumë da. Ki lojtar? Ka plot, Bajrami, Stakosha, Bajram. Qa komente ka? Do fitojmë, besojmë do fitojmë. 3-1 besoj. Bajrami besoj 3 gol. Edhe Laçi. Nga keni ardhur, nga cili qytet keni ardhur për ndeshje? Nga Tirana. Jeni shumë nga Tirana. Po. Tani kush janë tifozë më të zjarrt, gocat apo çuna? Goca normalisht. Mirë pra, ju falenderoj shumë. Mirë, Lediana. Faleminderit juve. Edhe fitore. Shpresoj. Lediana, Po Erla? të falenderoj për këto emocionet që Kjo, në fakt, na përcolle. Jo, nëse do kesh mundësi për lidhje të tjera pa problem, nëse do të marrësh ndonjë përshtypje tjetër. Unë dëgjoj nga brohërimat atje që ndoshta ka patur 2-3 mundësia, nuk e di, do pyes dhe panelin tim. Në këtë rast po shoh brohërima.